ndërtuar vitin 2018, ka rreth 440 kre, ka implantin e mbjelljes dhe të gjithë lopët janë nëpër stallat e tjera vinë këtu për të mbjellur. Çfarë rase ja? Ne 95% të tufës e kemi Holstein, pastaj pjesa tjetër 5% kemi Gers, kemi Montbéliard, kemi dhe Brown Swiss, një racë zvicerane. Sa sipërfaqe e këtu? Kjo stalla këtu është rreth 5300 m2. Po gjithë stallat si ndërtesa janë rreth 12000 m2. Ushqimi si? Gjithë ushqimi voluminoz mundohemi që ta prodhojmë vetë, kurse koncentratën e blejmë. Të gjithë lopët ka sistemi e monitorimit dhe janë me çip, që ne marrim vesh për gjendje shëndetësore, po, qipi, që ne marrim vesh për gjendje shëndetësore. Vetëm rregullimit ke dhe qipi. Dhe qipi. Nëse ne kemi matrikullim vetin tonin dhe qipi bën dhe prap identifikimin. Ne kemi të 3 mënyrat e identifikimit një kafshë. Si është tregu qumshit tani? Tregu qumshit po thuaj se këtë periudhë ka qenë stabil, gjithmonë ka ato vështirësitë e veta, sepse vetë qumshi është një produkt që nuk mund ta ruash për kohë të gjatë ferm. Fabrikët duhet ta tërheqin brenda 24 orëve. Shpresojmë që vera do jetë dhe më mirë dhe më e lehtë. Ku e çon edhe bazat e mëdha? Po, te fabrikat e mëdha të qumshit. Fenomeni aflatoksin, si është në fermën tonë? Nuk e kam patur këtë problematikë, sepse ne të paktën prej një viti e gjysmë mundohemi që ta kontrollojmë bazën ushqimore dhe majmë një kompani hollandeze në Serbi. Mundohemi që të marrim një produkt gatshëm, na ka arritur pak kostot, por kemi shtuar sigurinë. Ne fermerët jemi organizuar në një shoqat blegtore prodhues qumshit dhe si shoqat ne kemi një laborator tonin që bëjmë analizat e fiziko-kimike, bakteriologjike dhe analiza aflatoksinës. Fabrikat bëjnë kontrolin e tyre një herë në javë, kurse në pjesën që qëndrojnë një herë 3 ditë ne bëjmë një autokontroll vetë tek laboratori që kemi atje.